Duhet që fillimisht mëshirën ta shfaqim në raport me ata që jetojmë, në raport me familjarët tanë. E në hierarkinë familjare, çdo herë para prind apo kryeson prindi, pra baba dhe nana. Prandaj Allahu në mënyrë të veçantë Kur'an na edukon dhe na tregon se sa e rëndësishme është kjo çështje. Ku thot wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allahu ka caktuar që të mos adhurohet askush me merit përpos Allahut, dhe të mos i bëhet shirk atij në adhurim përmes askujt dhe përmes asgjëje, me njëherë tha wa bil walidayni ihsana. Dhe ka urdhëruar që ndaj prindërve të jeni të mirësjellshëm, pra të shpërfaqni mëshirë. Prandaj tha fa imma yablughanna 'indaka al-kibr ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Nëse e arrin pleshëria e njërit prind apo e të dyve nën kujdesin tënd, atëherë atyre mos ju thuaj as uf. Shprehja më e lehtë që mund të thuhet, pra ajo ofshama e pakënaqësisë eventuale që mund të burojë nga brendia jon, apo ajo shprehja iha, jo tani, pse mua, shprehja më e vogla që mund të thuhet është uf, ofsham, shërëtim. Dhe këtë nuk ka lejuar Allahu subhanahu wa taala, për shkak se Allahu dëshiron që ne të jemi të edukuar. Dhe ne mund të edukohemi më së miri në raport me prindërit tanë, në raport me ata që janë dera e xhenetit tonë jetën e kësaj bote, në raport me ata që Allahu po tregon që më shumë ti kanë bërë për edukimin tonë. Prandaj tha mos i qorto ata dhe trajtoje ata me fjalë të mira, me fjalë respekti. Thoni aty në fjalë të mira, sidomos në pleqëri, sepse nuk i kanë gjendjet e mëparshme, nuk janë të rinjme, nuk e kanë gjendjen për me përballu çdo lloj situate me vetë kontrollin që i kanë pasur dikur, për shkak të hekave të shumta, sprovave, për shkak të angazhimeve të shumta pikërisht për ne. Prandaj ne duhet që ata t'i trajtojmë me fjalët më të mira, edhe në rastet ku ata mund të gabojnë. Dhe këtë në fund tha qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma. Edhe shtrije krahun e përuljes ndaj tyre. Pra mos u bë tani si i fuqishëm ndaj tyre, si ai që tash e ke marrë udhëheqjen familjare apo zot shpillëku në familje. Jo, çdo herë me përulsi. Wakhfid lahuma janaha adh-dhulli min ar-rahma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Dhe lutja Allah, mëshiroj ata sikurse më edukuan në veçli. Shikoj, Allah nuk ka thënë mëshiroj ata sikurse më mëshiruan në veçli, por sikurse më edukuan në veçli, sepse forma më e lartë e manifestimit të mëshirës së prindit ndaj fëmijët është edukimi. Allah është i thellë, Allah është i jashtëzakonshëm.